Pjesa e 10. Në rrugën e madhe. 1. Kaluan qytete, fshatra, stalla. Rruga kryesore, magjistrali transsiberian ishte I asfaltuar, por rrugët anësore ishin të shtruara me këldërëm apo fare të pashtruara. Udhtonin nëpër rrugën e mirënjohur që çante mes përmes hapësirave të pambarimeve të Siberisë, degëzimet e panumërta, bigëzimet e herpashershme që të çonin nëpër qytete, qyteza, vendbanime, fshatra. Kaloronin nëpër magjistralin transsiberian edhe linin prapa shtëpi të ngurta kasolle. Përpara se të kalonte e kurudha, përmes Hodatskut, çanin me shpejtësinë e erës trojka që shpërndanin postën, por dhe karro me mall të çmuar në anët e saj ecnin të krrusur, të drobitur, të prangosur, duar e këmbë, të dënuarit me punë të detyruar në Siberi. Ecnin në një hap, ndryshe se dot, vërngëllinin prangat e zinxhirit. Në fytyrë u lexoi dënimi me vdekje, fundi I pashmangshëm, dhëmja e madhe njerëzore, dukeshin si ata që s'kan si mbrohen nga vettimat e tmerrshme që lshohen nga qielli në tokë, kurse pyjet që s'kishin mbarim, zhurmonin të zi të pakalueshëm. Magjistrali jetonte si në një familje, qytetet dhe vendbanimet njiheshin me njëri tjetrin, lidheshin dhe binjakzoheshin në arterien kryesore e dhënës së Siberisë. Në qytetin e Hodatskut, magjistrali transsiberian kryqëzoi me kurudhën. Aty ishin ngritur oficinat e riparimit të lokomotivave dhe të vagonëve, oficinat mekanike për prodhimin e pjesëve të këmbimit, por qyteti mbahej dhe si pikë e rëndësishme strategjike ushtarake. Ishte vend I internimesh, rënkimesh, ndëshkimesh. Shumë nga të internuarit me profesion mekaniku, elektricisti, marrengozi, vagonësh, si mbaronin dënimin, qëndronin me banim në qytet, punonin si mjeshtra. Në tërë gjatësinë e magjistralit ishin shkarkuar nga detyrat këshillat që u ngritën pas revolucionit. Një kohë u vendos pushteti I qeverisë së përkohshme të Siberisë, tani në vend saj qeveriste me fuqi të plot Kolçaku. 2. Në një sektor magjistrali merrte përpjet malin, horizonti sa vinte zgjerohej. Të lodhur e të kputur nga rruga e gjatë dhe e vështirë, udhëtarët arrinin majën e malit, bënin një ndalesë për të shlodhur pak dhe për të ushqyer kuajt. U doli përpara lumi rrjedh shpejt Kezhma. Matan lumit, në një lartësi edhe më të thepisur, u duk një mur tullash, ai I manastirit të Vozdizhenskut. Rruga kalonte përfund maleve të lartë, pas disa kthesave e bryllave futej në brendësi, pastaj dilte, çante përbëri tokave të manastirit, duke në sheshin përpara tij, ku ishte edhe një portë e madhe e lartë, mbi harkun e bëshëm të së cilës ishin shkruar me gërma të mëdha të praruara: Gëzohu besnik I kryqit, përdallimi dhe ngatënimi të vinë nga Zoti. Dimër ishte në të dalë, kreshmëve të mëdha po afrohej fundi. Dëbora buz rrugës kishte filluar të nxihej, duke e sqyllur nga ngrohtësia e motit, kurse në çatit e shtëpive vazhdonte të zbardhllente ngjeshur nga lagështia. Vende kishte shkrirë, vende kishte mbetur si plis I madh. Djelmoshave që kishin hipur në këmbanarin e manastirit të Vozdizhenskut, shtëpit poshtë u dukeshin si të mbledhura të gjitha bashk, të vogla, të mardhura, të përhime të zbërdylta. Shtëpive u afroheshin apo largoheshin njerëz që dukeshin si pika të zeza. Ato të kambanares I njohën nga mënyra si lviznin, I shihnin tek ndalonin, lexonin dekretet e varur në mur, ku njoftoi vendimi për thirrjen në armë të 3 moshave bashk. 3. Nata solli të papritura. Moti u ngroh më tepër, diçka I pazakontë në këtë anë në këtë stinë, vesonte shinj imët I përzier me mjegull, nuk binte me pika, por vesonte, se si përkundejnë a erdhe për hapte lagështi. Sidoqoftë, efekti përsëri ishte I madh. U bë shkaktar I formimit të sa çurgjeve, rrokeve, rrjedheve ujore, që lepin dëborën e zhveshën vendin. Toka mori pamje të manoshaqt, duke si e djersitur. Durët shtatvegjël të mollëve të mbushur me bulza sythash, I shtrinin krahët e kurorave tyre trumbullakta mbi gardhishtet, deri në rrugë. Ishin të parë që ushqiruan nga dëbora. Pika uji vazhdonin të binin për tushëm tokë nga degët e thata. Në oborrin e një shtëpie nuk pushoi së lehuri deri në mëngjes që nushi atomik I lidhur me zinxhir.
Ndoshta i natosur nga leja tije pa ndërprerë, spushonte se krokatori edhe një korp në kopshtin e galluzinëve. Në shtëpinë e tregtarit Lubeznov që gjenden në pjesën e poshtme të qytetit, sollën 3 karro me mall. Ky nuk i pranoi, u tha se ishte bërë ndonjë gabim, të tillë mall nuk ishte porositur. Karrocierët, djelmosha të rrahur me vaje me uthull, të zotët dhe trima, ju luten t'ju bënte stre në këtë orë të vonë, se e kishin të pamundur të vazhdonin rrugën. Tregtari nuk pranoi. I fyu, u tha thynin qafën, nuk u hapi portën, po terën dhe sherrin e dëgjoi mbar qyteti. Në orën 1 të natës kumboi buçima e mbytur paksa e ngjirur jo e fortë e kambanarës më të madhe, të kambanarës së manastirit të Vozdizhenskut. U përhap val si duke pluskuar në ajri, u trazua me shoten e lagësh dhe të mjegullt. Kumbimi i kambanarës më të madhe u shkëput nga lartësia, siç gremisët dhe përzihet me ujë në valzuar një lëdh toke apo një kodrinës me dhe të shkrifur. Ishte nata e njëjtë së madhe, nata 12 ungjive, në thellësi të oborrit të manastirit, të pështjell nga shqota me shije mjegull, lëvrinin fytyra, hun, balle, faqe, që mezi shquheshin në atmosferë të zbetë, të ndriçuar nga drita dopta, të rrethuara nga barorja e mjegullës. Besimtarët me kreshmë në gojë po i afroheshin kishës për të marrë kungatën. Pas një çarëhore në rrugë u dëgjuan fshfërima dhe pllaquritje këmbësh. Ishin besimtarët që largoheshin nga manastiri. Ktheheshin në shtëpitë e tyre për të burbuletur. Në grumbullin e tyre çapiste shitësja galluzina. Ecte ka përthyer nga nervozismi. Ishte me mendje të ngritur, as pak e qetë. Herë gjithë të hapat nxituar, herë të përmbajtur, herë përkulje përpara dhe herë ndalte në vend. Ishte mbështjellë mirë me shallin e madh, të ngrohtë, të hedhur në kokë, të futur në njakën e peliçës për i gzofit mirë. Sa nuk i ishte marrë fryma në ajrin e prishur të kishës, sa s'po mbytej nga asfiksia, kishte shpejtuar të dilte sa më parë në ajrin e pastër. Tek ecte vetëm trotuar, po i vinte turp nga vetja për atë që bëri, nuk kishte duruar derisa të mbaronte mesha. Ishte viti i dytë që mbeti pa u kunguar, po pikëllimi dhe dëshpërimi mirëfillt nuk i vinin nga kjo. E kishte hidhruar sa mos bëj dekreti i afishuar gjithandaj për mobilizimin e përgjithshëm ushtarak. Ai dekret kapte edhe të birin, ninëzën e syrit, Terjoshkën. Ç'nuk kishte bërë të largonte nga vetja ankthin, për ai njoftim i varur në çdo faqe muri i dilte përpara. I dukej se ja bënte si për inat, si një hasëm i fshehtë. Shtëpia nuk ishte larg, në të kthyer të rrugës, por nuk ja kishte ëndër të mbyllej mes 4 mureve të dhomës së gjumit. Tha me vete se më mirë do t'ishte të qëndronte të pak përjashtë në rrugë në ajër të pastër. I vërshuan mendime, njëri më i trisht dhe më i prapë se tjetri. Sikur të provonte t'i shprehte me zot lart ato mendime, nuk do të gjente dot fjalë të duhura, po dhe koha s'do t'i arrinte deri në të gdhirë. Kurse këtu në rrugë, përshjelljen e furishme të tyre si ujin gjeratore, ashtu të pikëllimt dhe zemërthyese, mund ta përballonte më me lehtësi brenda pak minutave. Mjaftonte të bariste disa herë nga qoshja e murit manastirit deri te këndi i sheshit. Dita e shënuar e Pashkës së Madhe po afronte. E kremtja duhej festuar siç i ka hije, po ja që në shtëpi nuk kishte mbetur këmbë njeriu. Të dashurit e zemrës, i shoqe dhe i biri, kishin marrë arratin, e kishin lënë qyqe, vetëm. Po pse a nuk ishte e vetme? Fillëkat vetëm ishte. Vajza e gjetur te burri, Ksusha, zvijej në hesap, se njeri i huaj ishte për të dhe, edhe në rrinte me të nga nevoja bënte, s'kishte si i shtynte ditët derisa t'i dilte fati. Me vetë thoshte se vajza mund t'ishte mik i shtëpisë, por edhe armik mund të bëhej fare lehtë, rivale e fshet mund t'i bëhej. Vllasushka, i shoqi, i tha se i mbeti nga gruaja e parë, po ku i dijej, mund të mos ishte e bija, ashtu i thoshte. Pse a futej dot në zemrën e burrit për të parë që fshihet në te? Ama ki e hasëm, foli Hakun, se vajza nuk ishte për të sharë. E mënçur po, e bukur po, për t'i kputur kokën, me sjellje shumbullore po e po. E ku krahasoi me Terjoshkën, me atë gjysmakun, teleshmanin e saj. Ja ç'bën fati, në këto ditë të shënuara u gjende vetme. Të sajët e braktisën, u shpërndan si zogjë të qyqes. I shoqi vllasushka mori rrugët burri i botës. Bredha për nuk bredh qytet në qytet dhe fshat në fshat, mban fjalime. U ndes zëmrat njerëzve, u thotë mbahen fort.
Do të bënte më mirë dërziu të kujdesej për të birin, këtë të shihte, të shpëtonte nga mobilizimi, nga vdekja e sigurt, thuaj. Po dhe djalit të rjoshket e tregoi veten, si u dërua, u nis nga sytë këmbët në prakun e festave të shënuara. Shkoi të humbiste mendin te të afërmit, në Kutejni shkoi, për të larguar dëshpërimin që e përjashtuan nga teknikumi. Klasit i bëri nga 2 vjet secile në mbushi kupën, se duruan më e përjashtuan nga shkolla. Zot o zot, çmërzi e madhe, qish kjo keqe që po ja merrte frymën, si t'ja bënte? Erdhi një kohë që për asgjë s'të bënin duart, as për t'jetuar s'të jetohej. Po pse jeti, thonë kësaj? E pse ndodhe kështu? Nga revolucioni? Jo dhe jo, e keqja na erdhi nga lufta e jo nga revolucioni. Balli i burrave, ajka e meshkujve u vran luftë. Mbetën fundërinat, sa të sakatosur dhe të damllosur u kthyen gjallë. Asnjë para s'u bën lukura. Ndryshon kjo jetë këtu me atë në derën e babait. I madh vodkën se vë në gojë, është me shkollë. Shtëpinë ka plot me të gjitha të mirat. Motrat, Polja dhe Olja, si qupa s'kan të sharë. Si që u i disin emrat u shkon dhe bukuria. Shtëpinë plot me njerëz e kanë. Njëri burr më i pashëm se tjetri u shkojnë për vizitë. Të gjithë të ditur, të gjithë me shkollë, të shjuar, të njohur. Motrat, po, Flori kanë duart. Punën e dorës së tyre se bën kush. Po argëtime, qefet, s'kan të sosur, të gëzon shpirti. Vajtjet në kish, vallëzimet, sjellja si fisnikët, kote kanë që e mbajnë der njerëzisht rëndom të shtëpinë e tyre. Ja, si mbar Rusia është ajo shtëpi. Kryesorja kishte djem për kokën e djemve. Kishe kujtja besoje fatin, kurse tani, se si u bën njerëzit, pikën e lezetit nuk të kanë. Shet ca avokat pa krip, ca tregtar të fantaksur, me qifutët ngjajnë, vetëm një gjë din, të mbllaqisin e të përtypin ca fjalë pa pikën e lezetit. Kot së koti flasin. Le ata, po dhe vllasushka me shokët e tij, të njëjtën gjë bëjnë. Me fjalimet që mbajnë duan ta kthejnë prapë kohën e shkuar, të Florintën, ditët të lumtura kur njerëzit venin e vinin me urime e dashamirësi në gojë. Dhe mirë bëjnë, nuk duhen lënë 2 gurbazhe derisa të kthehen përsëri ato kohë. Malet duhen luajtur nga vendi, duhet përmbysur bota. 4. Duke baritur nga cepi i murit të manastirit tek qoshja e sheshit, Galluzina jo njëherë ju afrua shtëpisë, po nuk ja kishte ëndë atë hynte. Kthej andej nga kishte ardhur, vazhdonte të çapite e zhytur në mendime. Sheshi ishte i gjerë si ndonjë fush. Më parë, në ditë pazari, fshatarët e zinin me karrot dhe qerret, me mallin që sillnin për të shitur. Rreth rrotull sheshit kishte shtëpi 1 kaçe apo 2 kaçe. Në katët përdhes ishin depot, zyrat, tregtarët dhe qoshkat e zanaçive. Në kohët e qeta, përpara njërës për këtyre shtëpive, rrinte gjithmonë një katanat trup madh dhe bark madh, njëri gojprishor dhe vezveseli me pamjen e ariut gjysmë përgjumur. E shihnin ulur përpara portës së madhe për hekuri, të veshur me qyrkun e gjerë, të zbërthyer, duke lexuar gazetën e blerë për 1 kopek. Ishte Burhanovi, tregtari kopratës që mbante në përgoj gratë nga që ju urrente. Te dritaret e voglat mbuluara nga pluri, shihet stivosura kuti kartoni me fjongo, buqeta, qeri ndasme, pak më tutje kishte rrotulla me letër dyllosur, të vendosura cep më cep. Tregtari hasdisur kryen të gjithë farë allishverishesh me katranin, rroshirën dhe dyllin. S'kishin të rreshtur të dërguarit e milionerit që mbante në duart e veta monopolin e dyllit. Ç'nuk bënin që të binin në ujdi me shitsin e vështirë. Në mesin e rreshtit të shtëpive ndodhej dyqani i madh me 3 dritare i gallozinëve. Dyshemeja rrinte tërë ditën e lagur. Aty e dernin ujin pasi shplanin gotat e çajit, ustaj dhe shegertët tërë ditën. E zonja e shtëpisë, e shoqja pronarit Galluzina, hynte e dilte me punë pa punë, e kënaqur nga jeta, e shëndetshme, e shkathët. U shërbente, por më tepër i pëlqente të dukej të punonte në ark. Ngjyrën Leila e kishte ngjyrën e saj të preferuar për fustanet jo të pak që vishte. Me fustana ngjyrë Leila shkonte edhe në kish. Tek e shihje të kujtonte shishet e verës, të mbushura deri në gryk, që nxirrnin për drek. Ishte ngjyrë lumturie, ngjyrë kujtimesh, ishte ngjyra e Rusisë vash të para revolucionit, të paktën asaj kështu i dukej. Në qoshën e rrugës pranë varricave të mëdha të druve, ndodhej një shtëpi e vjetër 2 kaçe. Kishte nga një hyrje në secilën anë të fasadës. Katin e parë zinte farmacia dhe zyra e noterit.
Mi farmaci banon të robaqepsi për gra me familjen e tij të madhe, mi noterin banonin disa, për profesionin e secilit flisnin mbi shkrimet në dyert, ordëndreqës, këpucar, fotograf, piktor. Janë mbledhur si sardelet në kuti, thoshte me vete Gëlluzina, sa herë që ecte përpara asaj shtëpie bojhiri. Strofull varfria dhe pisliku është. A, po unë kështu, e që më duhet kush janë, pse u dashka vrar mendje për tjertë, se mos kanë ndonjë pesh njetë sa vogëlsira si ata. E keqja po na vjen nga qytetet, se mos e mbajnë këmbë rusin sa si këta. Treguan zell u bën me shkollë, deshën barazoheshin me ata të qytetit, dhe ja që su mbajnë këllqet. Nga bregu am u larguan, në bregun e huaj si pranuan. E kuj diet, ndoshta nga padia na vjen e keqja. Se i dituri shedhet fshetat në tokë, u bie në të gjërave, diku duhet shkuar, kurse ne, kur na heqin kokën, atëherë kapemi nga kapelja. Si në xhungël rrojmë, tani, me këto kohë që erdhen, edhe të shkolluarit të diturit e kanë pisk, lore pastaj radhikoja. Në qytete vdesin urie, e nga t'ja mbaj i shkreti njeri, të vjen mendje vërdall kur dëgjon ç'bëhet. Mirë i kanë punët ata që banojnë në fshat, sidomos kur nuk janë shumë larg rrugës së madhe. Te kishe të ngelen sytë të shtëpit që kanë, të gjoja gjallë, prodhimi bujqësor po e po. Bukën e kanë vënë me janë të paktën për 3 vjet, po makinat e rebujqësore me cilat punojnë token. General Kolçako po afërkon si shumë kokën fshatarëve, sidomos të kamorve. Fjalë të mira u thot, se domosdo u a ka nevojën, kurse komisarët u bën thirrjet bashkohen me ta. Jeni herojnë luftë, u thonë, e janë ditë ne, do ju bëjmë instruktor, qofshi me spaleta, qofshi pas spaleta. Në jemi vlerë të gjendet vendi sumet kur, po sigurit e prova, duhet kthyer në shtëpi, si ka hije gruas me burr të baresë rrugëve vetëm. Do të marrësh pak ajër? Dil në borë. Po ço borë zeza? Pa aty të mbyt balta, sidoqoftë, mirë bëra që shëtita, sikur më lehtësoj pak. Pa e kuptuar as vetë si u të razuan aq keq mendimet, Gëlluzina u kthye në shtëpi. Përpara se të kapërcente pragun, shkoi edhe të tjerën në përmendje, drejtuesi të soçëm ishte internuarit në këtë qytet, Tiverzinin, Antipovin, anarkistin Vdoviçenko, flamuri i zi. Tha me vete se janë me mendjen kokë, se si ishin pakta punët e mira që kishin bërë në ato kohë vështira, por edhe që do të bënin, po t'i kishin lënë të vazhdonin ato që nisën. Ku i dihet, i bëjnë në të ardhmen. Nuk rrin dot pa e shpikur në një gjë të re ata. Jetën e kanë kaluar me makinat, me njerëzit sillen pamëshirshëm, janë të ftohtë si hekuri. Ishe me çakaven të lkurit zezë, me cigare në buzë, mbajnë dhe cigarishte kocke, pinë ujë të zjerë për të mos u smurur nga sëmundjen gjitse. Vllasushka s'do t'ja dalë do të mban asaj që mendon, do të kthehet si duan këta. Do të bëhet si thon ata. Mua kështu më duket. Tek hynte në shtëpi vëshuan edhe mendimet që lidheshin me veten e saj. Tha se ishte e fortë me mend në kokë, nga ato që s'ja shkoje dot ujë në rrogos. Mbaj mirë, dinte të cillej, edhe si njeri nuk ishte e keqe. Po ja që tërë këto virtyte dhe e përsi, askush s'ja vinte re. Rronte bukosur në këtë vrim të harruar nga bota. Ju duk se dhe vargjet e kupletit satirik që këndohen në mbar zooralin, e të mbushura me dert e pikthim, sikur i kushtoheshin pikërisht asaj. Të paktën kështu i dukej. Sente Tyrina shiti gjën, e bleu saze për të rënë, psherti u thellë dhe hyri brenda. 5. Ashtu e veshur me peliçe hyri në dhomën e gjumit. Dritaret shikonin në kopësht. Në këtë orë të pasmesnates dalloi terri jashtë nga i brendshmi. Kornizat e gdhëndura që vareshin mbi dritare ngjanin një lloj me dekët e zhveshura të pemëve që zgjateshin deri te dritarja. Errësirën e kadifenjit të pasmesnatës në këtë fundimri, po e ngrohte afshi me zi i ndjeshëm që dilte nga toka e zezë në këtë park pranvere. Edhe këtu në dhomë po i gjente të dy fillimet, afshin mbytës, të plurosur, të përforcuar nga pamja e perdeve të rënda, dhe freskun joshës të pranverës, që ja shumonte pranjenjen festive të afrimit pashkës së madhe. Shënmëria në ikonën e varur të cepi i dhomës kishte ngritur lart krahët e zhveshur me pëllëmbët e hapura. Në secilën dorë dukej sikur mbante fillimin dhe mbarimin e shkronjave greke të emrit të saj bizantin, Mater Dei, nëna e Zotit. Kandili në mbajtsen e praruar lëshkonte me qëlimin e dhomës së gjumit vëzullimin e dobët, yjor me zi të dukshëm. Si hoqi shallin dhe zhveshi peliçen,
galluzina u shtriq për përtim. Ndjeu një të therur në ije, që shkoj e i qëndroj në shpatull, çerdhyu e trembur dhe belbëzoi. Më shirona o Zot ne më këtarët, shënmëri e papërlyer, nimse e nevojtarëve, ngushëlluesja e njerëzve, lotët i rrëshitën në përfaqe. Priti sa ju qetua pak dhëmbje dhe u zhvesh. Kopsat poshtë zvergut dhe prapashpinës i rrëshisnin nga duart, s'po i çkopsiste dot. Duart ju lëshuan pa fuqishme në palat e fustanit bojlela. U përpoq përsëri t'i kapte t'i shkopsite, po s'po mundte. Në dhomë hyri Ksusha, që u zgjua nga hapat e saj. Mami, pse rrini në errësirë, doni t'ju andez llambën? Jo, duket. Mamoçk, ju e shkopsitun fustanin, pse mundoheni? S'po mbindën gishtat, as pullat, që të shkopsiten letë si duhet, nuk din qepin këtë tanët. E diun çdo ajo për tace, hake katja po sheshë shturiçkat. Ta gëzonte shpirtin falja në kish në këtë natë kaq të qetë, ndihej deri këtu e sillte era. Mire falen meshën, po ja që unë sot s'jap mirë. Më çanë më dhëmbi gjithë trupi, s'di çfarë kam. U patë doktori. Për herë të parë u pash, po këshillat që t'jep s'ja plotson dot. Hajvan doktor, po e tregon veten, se ç'thot sa gjepura. Tani as ai ç'është, se ku ka shkuar. Se mos vetëm ai, përpara të kremtës që po afron, gjithë po ja mbathin. Mos do të bjerë në një tërmet. Është ai tjetri, doktori hungarez, ai Robi, flasin mirë. Si Mara Lara janë, të thash, s'kam mbetur këmbë njeriu, se për ku ja mbathën. Kurse hungarezi nga e keqja tregohet i zellshëm, e detyrojnë të punoj. Nga mërsia ju vjen mamanjka, i keni të ngritura nervat, në matisje të bëjnë faje, ju kujtohet sa mirë ju bëri yshtja asaj gruas së ushtarit, si me dorë u ahoqi dhëmbjen, i harrova emrin, si e quajnë, po e shoh, më mban për budalla që prapanike. Ti kush e di prapa shpinë më nxjerr gjuhën, me jep munxët. Po ç'thoni kështu moj mama, gjuna nga Zoti, ju fola për të mirën tuaj, ja që s'po më kujtohet emri asaj gruas së ushtarit. Se mos ka një emër ajo, e kush ja mban mend, ku ta gjesh, se mos rrin në një vend. E pa ditën se kishte elmuar foshnjën e rasën burg, kurse ajo s'pranoi ta mbyste mërzia brenda, u arratis. E ndron emrin nga do që shkon. Në lindjen e largët, thon, ka shkuar. Të kam thënë, ikën të gjithë, s'mbetet njëri për të qenë. Gato nërshme vetëm ne të dyja jemi, edhe budallaqe po tregojemi, mirë them. Nim mjekësore s'ke nga pret. Në na ndoft në një keqe marrim fund. Thonë që qënë kanë në Jurjatin një profesor nga Moska, i biri një tregtari siberian që pas ka vrarë vetën. A shpëtoi rasti nga dora. Shkoj nisu tani, duhet çasht 20 kordon të kuq. Jo që si kalon dot, por as të shtin dot. Tani boll, shkoj e fli, se dhe unë do të bie. E di që ato çut i kemi atë studentin, e pse më fshihesh? Çu bon këtë botë e sumorvesh? Ja, u skuqe u bëre flak. I bie bretku Gjorit, të fotografi, edhe natën e të kremtës aty ishte. As gjuma sarat s'ka zavalli. Paleqeni, Tomiku, vetëm leje ku is. Po korbi moj të keqen, nga no bë se bep. Nga lanë pa gjumë të mallkuarit. E shutur provaj shumë, se mos mje ndonjë lure mos prek. Pse janë studentët, po për të pëlqyer vajzave janë. 6. Ka një gjë që le ashtu e qenë. Duhet parë punë e tij. Kot nuk re. Prit pak shokulidoçka të dëgjojmë. Mos fol. Duhet patur kujdes, se ku i dihet ç'është. Ustin mos ik. As ti si voblud, mos u largo. Dëgjuat, bëjnë edhe pa ju. I dërguar i qendrës se dëgjoi lutjen që u bë për të pritur pak. Vazhdoi fjalimin që kishte nisur. Ka ardhur koha t'u hapen sytë të gënjyrëve, të shohin me sytë e tyre kusarin, për ndjekjet, dhunën, pushkatimet dhe torturat shnjërzore të regjimit borgjez ushtarak që ka në dorë fuqinë në Siberi. Qeveria borgjeze ushtarake e Siberisë ndodhet në armiqësi të plot jo vetëm me klasën punëtore, po edhe me fshatarsinë punonjëse. Të gjithë bashkë, përfshi edhe ushtarët, duhet të kuptojnë se vetëm aleanca e qytetit me fshatin dhe me ushtrinë, po edhe varfanjakët e komsive tjera, kirkizët e buljatët. Më në fund e kuptoj se po ja ndërprisnin fjalën, ndali, fshum shami ballin e djersitur, uli kapakët e syve të lodhur dhe qëndroi për pak qaste me sytë mbyllur. Ata që rinin më afër ju drejtuan me gjysmë zëri. Bëni pak pushim, pini pak ujë. Kreut të partizanëve që shihte shqetësuar i thanë: nuk duhet bëni merak, në rregull është çdo gjë. Feneri i sinjalit vazhdon të jep në përvazin e dritares.
Posta e rojës, po të flisnim pak me stil, po e përpin me sy hapësirën. Them të vazhdohet fjalimi, asnjë problem nuk ka. Vazhdoni shoku Lidoçka. Plevicën e madhe kishin mbushatisur për gjysmë nga drut. Në pjesën bosh mbaj mbledhja legale. Varrica e druve që ngërihej deri në tavan e ndante vendin e hyrjes nga i mbledhjes. Në rast rreziku kishin marrë gjitha masat. Kishte një dalje të fshehtë në ndryshme që të nxirrte diku larg prapa mureve të manastirit. Folsi me kapelet zezë lëkure që ambulonte tërësisht tullën, me fytyrën e bardhë si shkumës, me mjekrën e zezë deri te veshët, vuante nga djersët që i shkonin palpal, me sa duke i vinte nga tendosja nervore. Ndezi cigaren e thurur si për poshtë të llampës, e thithi me ashk dhe uli kokën për të parë letrat e shpërndarën në tryezë pranë llampës. U hodhe një sy të shpejt miopi, u duk si kur donte t'i nuhaste ato letra, pastaj vjoj me zot ngjirur të lodhur. Aleancën e të varfërve të qytetit dhe të fshatit do të sigurojmë përmes këshillave. Me dashje pa dashje, fshatërsia e Siberisë do të hidhet në luftë për arritjen e saj, për cilën prej kohe lufton punëtoria e Siberisë. Qëllimi i tyre i përbashkët është përmbysja e autokracisë së urryer të admiralëve dhe atamanëve, vendosja e pushtetit punëtorëve, të fshatarëve dhe të ushtarëve, përmes kërngritjes armatosur të gjithë popullit. Në përleshjen me mercenarët e borgjezisë, oficerët dhe kazakët armatosur deri në dhëm, duhet jemi të vendosur për luftë frontale, këmbgulse deri në fitore. Përsëri ndaloi, fshiu ballin e mbylli syt. Në kundërshtim me rregullat, dikush ngriti dorën, donte të bënte vërejtje. Kreu i partizanëve të Zauralit rrinte nën hundën e referuesit, në një pozë të shpenguar, provokuese, edhe ndërpriste pa pikën e taktit. Nuk shfaqte as respektin më të vogël për folsin. Te kishije, s'të besoi që kushtarak në mosh aq të re të komandonte një ushtri aq të madhe, aq të vështirë, që të bindeshin pa më të voglin diskutim urdhrave që jepte. Që përpara, këtij mustaqe padirësi i dridheshin komandantët e qetave, por që jo më pak e adhuronin. Këmbët i kishte të mbuluar me kapotën e gjatë të artiljerit, nga kapota zbërthyer përpara i dukej gjoksi i pakët, me gjimnastiorkën e të ndosur mirë, edhe supet me vendin e spoletave të hequra. Në të dy anët e tij ishin ulur dy truprojet personale të njëjtës moshmete, e veshur me xhupa gzofi dhe i leje, të ernuara nga përdorimi, me kapuqin të ngrohtë hedhur prapa. Fytyrat e bukura të ngurta nuk shprehnin asgjë, përveç besnikërisë verbër ndaj të parit të tyre, gatishmërisë për dhënë jetën për te. Ishin shpërfillës ndaj ç'thuhej, as flisnin as reagonin. Në pjesën e boshatisur të plevicës bëheshin rreth 15 veta. Disa qëndronin këmbë, disa rrinin ulur në trullë me këmbë shtrirë, apo të përkulur në gjunjë e të mbështetur pas murit. Për personat më të nderuar kishin vënë karrige. Në to ishin ulur 4 punëtorë, pjesëmarrësit e vjetër të revolucionit, ndër cilët shquhej Tiverzini, që rrinte i vërejtur, i murtyr. Pran ishte ulur miku i tij, i vjetër Antipovi, që miratonte me njëra të që thoshte. I përkisnin asaj kategorie bashkëfolësish për të cilët revolucioni ishte perëndi. Në emër të tij kishin bërë sakrifica të shumta, po dhe ishin shpërblyer me nderimin që u shihej për ta. Rrinin të heshtur, mbajshin rënd, shihnin rrept, fotolloku i politikanit ja kishte shkundur nga shpirti gjithçka të gjallë njerëzore. Kishte në atë plevicat e të tjerë që kishin hak vëmendjen. Pa e ditur ç'është qetësia, ule e ngrihej, ecte nëpër plevic, ndalte në mesin e saj edhe dëgjonte me vëmendje ç'thuhej eksponenti i anarkizmit rus, Vdovichenko, flamur i zi. Ky burr trup madh e trashaloq, kokëshinik, me tipare teksuara, me gojën si çorape dhe me bashkën e dëndur të flokëve që ngjante si kri fluani. Ky oficer i vjetër i ushtrisë ruse, ndoshta që në kohën e luftës ruso-turke, por në kohën e luftës ruso-japoneze po, ishte një ndërrimtar i pandrejtshëm, që rronte i përpir nga përçartjet e tija. Për shkak të natyrës prej babloku, por edhe për shkak të trupit kaba që e pengonte të vinte re dukurit për masave të vogla, mbahej i pavëmendshëm ndaj gjithçkaje. Nga kjo, jo rrallë, i kuptonte së prapte shumë nga ato që thuheshin, kundërshtit që konstatonte i merrte ngushtë, madje e shihte si diçka krejt personale, dhe ai ose binte dakord me të gjithë, ose kundërshtonte si i fantaksur. Kishte ardhur së bashku me Zviridin, mikun e ngushtë, gjahtarin me nam, kapsin e shquar të egërsirave.
Nuk ishte fshatar, po afrin me tokën ja tregonte gjoksi Bojdheu, që i dukej përmes gjimnastiorkës së zbërthyer në qafë mbar ndonjë kryq që lëvizte tërë kohës dhe her pas here kryonte gjoksin. Flokët i vareshin poshtë si bishtamiu, mustaqet i kishte të holla e të rralla, i dukeshin vetëm disa fije. Pamja e mongoloidit e tregonte më plak nga çishte, megjithse fytyrën e rrëdhosur ja përshkonte kohë pas kohe buzagazi. Ishte pa shkollë, po si njeri shjuej për dashuri dhe për zemërsinë marrëdhënie me të tjerët. Referuesi ishte i dërguar i posaçëm i Komitetit Qendror të Partisë në Siberi. Kishte porositin të formonte lidhur me gjendjen drejtuesit kryesor ushtarak të Krahinës. Fliste me patos, sikur sente figurat poetike, duke i disi i fryrë, por pasioni e bënte bindës. Nuk kishte ndonjë paramendim për shumicën e të pranishëmve. Si revolucionar dhe natyrë populisti, se fshihte adhurimin për djaloshin strateg. Jo vetëm je falte pozën dhe vrasësinë rinore, që e pandete për tharmë revolucionari, por se fshihte as adhurimin për sulmet prej sëprapje kokoroçi. Je falte sjelljen nisur nga ky apo ajo ndjenjë, që e bën gruan e dëshuruar t'je falë shkujdesjen dhe shpërfilljen zotit saj të adhuruar. Prisi partizan ishte i biri Mikulicinit, Liberi, referuesi ishte Amurski, i deleguari i qendrës, revolucionari ekstremist që tashmë ishte bashkuar me socialistët. Kohët e fundit e kishte rishikuar qëndrimin e vet, e kishte pranuar si të gabuar platformën e tij përmes disa deklaratave të hollësishme, të qiltra, kishte shprehur pendim, jo vetëm që pranuar antar i partisë, por u zgjodh në Komitetin Qendror. Këtij njeriu ju besua një mision sa i vështirë aq edhe delikat, të merrej vesh me krerët ushtarak të Siberisë, të arrinte bashkëndimin e veprimeve për të luftuar kundër forcave antisovjetike. E pra ky njeri as ushtarak nuk ishte. Vëmendja shpjegoi mesazhin dhe përvojën e gjatë të revolucionarit, të përndjekurit, të burgosurit politik, por ishin nisur edhe nga mendimi se ishte njohësi mirë i mentalitetit të fshatarsisë, që përbënte shumicën ndërmuese të qetave partizane. Siberia e saj kohe po përjetonte çaste të vështira. Njohja e mentalitetit fshatar ishte më e rëndësishme se dienitë ushtarake. Ndryshimi i bindjeve politike kishte tetërsuar Amurskin, kishte ndryshuar kryekput paraqitjen e jashtme, lëvizjet, mënyrën e të folurit, sjelljen, kur nuk kishte qenë as i shokët e as mjekrosh, me sa dukej i kishte të vëna. Vinte me pseudonime, thlisnin Berendej ose shoku Lidoçka. Si u platit zhurma pas fjalëve të Vdoviçenkos, se ishte dakord me çështjen e shtruar në deklarata, Amurski vijoi. Për të siguruar përfshirjen sa më të plotë të masës së fshatërsisë në luftë, duhet siguruar menjëherë ndolidhje me të gjitha qetat partizane të zonës. Mandej Amurski foli për mënyrën si duheshin parashtruar çështjet, u ndal deri te parullat dhe kundërparullat që duheshin përdorur në kode të shifruar në mënyrën e komunikimit dhe hollësi për gjithçka. Qetave partizane u duhen bërë të ditura vendodhja e depove të armatimit, veshmatjes, të ushqimit të bardhëve, qendrat e drejtimit, mënyra e organizimit ushtarak, vendet ku mbahen paratë dhe mënyra si ruhen. Duhet parë organizimi e drejtimi i qetave partizane, duhet marrë masa për forcimin e disiplinës, të shikohet gjendja e konspiracionit, lidhjet me qytetarët, marrëdhëniet me popullsinë vendase, të shihet funksionimi i gjyqjeve ushtarake fushore, duhet gjallëruar veprimtaria minuese në territorin armik, të parashikohen hedhjen erë rrugësh, hekurudhash, urash, vaporësh, trapësh, stacionesh hekurudhore dhe limanesh, të mjeteve të ndërlidhjes, të depove ushqimore. Liberi duroi sa duroi dhe më në fund shpërtheu. Thënjet mbi mos korrë të deleguarit, po i dukeshin diletantizëm. Bukur na folet, vu mendje. Do t'i paranosh pa më të voglin kundërshtim porosit që na jepni. Nuk bëhet ndryshe nëse dëshon të kesh për krajën e ushtrisë së kuqe. Sigurisht. Po si t'ja bëj unë, mërbukurosh që po humbas kohën duke dëgjuar këtë belbëzimin tuaj fëminor, ndërsa atje me presin jo pak, por 3 regjimente, me artilleri dhe kavaleri. Prej kohë jemi hedhur në veprime luftarake, po korrim fitore pas fitoresh me armikun. E mrekullueshme, kësa i them forcon, tha me vete Amurski. Folcve u apreu vendimin të Verzini, nuk i pëlqeu toni për i fudulli i Liberit, dhe tha: "Të më falni shoku i deleguar, nuk jam fort i sigurt. Ndoshta se kam mbajtur si duhet që në njërën nga pikët e udhëzimeve që na dhat, po ju a lexoj. Do të desha të saktësoja. Është më se dëshirueshme tërheqja në komitete e ushtarëve që ishin në front gjatë kohës së revolucionit, të atyre që kanë bërë pjesë në organizatat e ushtarëve dezertues.
Do t'ishte mirë të tërhiqeshin edhe nën oficer, edhe specialist teknikës luftarake. Mirë e kam shkruar? Mirë, fjalë për fjalë e keni shkruar. Atëherë, më lejoni të them sa më poshtë. Kjo pikë, ku bëhet fjalë për specialitetet ushtarake, më shqetëson. Ne punëtorët, pjesëmarrës të revolucionit të 1905-s, si jemi mësuar të uzojmë bezë ushtarakëve. Së bashku me to, kur do herë të depërton kundër revolucioni? U dëgjuan zëra që erdhen nga të katër anët e Plevicës. Ti lëm këto të hidhemi në formulimin e vendimit me cilin do të dalim nga kjo mbledhje. Mërojmë sa më shpejt të shpërndajemi, u bëvon. Jam i një mendje me atë që kërkon shumica, i mbuloj zërat e folësve me basin e tij të fortë, Vdovichenkoja. Udhëzimet të dalin nga poshtë, të kemi bazë demokratike, të duken si të mbjellan toket se litura prej saj. Nuk duhet shartuar përse jashtme. Ta kemi parasysh është një nga gabimet e diktaturës jakobine, konventa, ndaj edhe u mbyt nga termidorianët. Kjo qutha është e qartë si dita me diell, e përkrahu pavones shokën e vet, Zviridini, e kupton edhe foshnja. Duhej menduar më parë, tani është vonë. Kemi për detyrë të luftojmë, tu bjem kokës. Kap e bamp, ja ç'do të bëjmë. Se turp është ta thuash, po ja që është e vërtet. Për t'ju sulur usulemi, po ama bëjmë edhe shumë prapa ktheu. Në gatovi katrahuren, i burre dili zot. Vendimin, rezolutën atë të miratojmë, u dëgjua përsëri nga të katër anët. Këmbyen mendime edhe për një farë kohe, thanë e ç'nuk thanë edhe ndaj të feksori mbledhja u mbyll. U shpërndan duke respektuar me rreptësi masat e sigurisë së lartë. Dolën një nga një. 7. Në magjistralin transsiberian ishte një vend veçanërisht piktoresk. Pjerësit e rpira nga dy anët e lumit Pazhinka, pothuajse puqeshin me kreshtat e tyre. Pas asaj thepiseje, hapej një panoram mahnitëse fshatrash të afërt dhe të largët. Ishin të zonë me vënien një të nenit të dekretit për thirrjen nën armë të dy grup moshave më të reja. Komisioni mjekësor ushtarak e ndërpreu punën për të kremtuar Pashkën e Madhe. Tani, kontrolli po vazhdonte me ritëm të përshpejtuar, punonin ditën dhe natën. Në qendrën e rekrutimit mblidheshin rekrutët nga fshatrat e afërta dhe të largëta. Për çdo rast, kishte ardhur një repart policie me kuaj dhe kazak. Ishte dita e tretë e Pashkës së vonë, jo si zakonisht, edhe e pranverës së hershme, jo si zakonisht, të qetë dhe të ngrohtë. Në fshatin Kuteni që ndodhet pranë magjistralit transsiberian, nën qiellin e hapur, duke marrë masa për të mos penguar qarkullimin e mjeteve, ishin vënë tryeza me pije e meze, festonin nisjen nën armë të rekrutëve. Nuk ishin vënë vit drejt, zigzaku i tryezave të kujtonte gjarë prej në bar, ishin mbuluar me sofra bez të bardhë lëshuar deri në tokë. Për gostinë u kujdesin disa donator të fshatit, por shumica e ushqimit dhe pijes ishte pjesa e mbetur nga tryeza e pasur e Pashkës së Madhe. Kishte mish të pjekur, kofsh derri të mosur, djath, vezë shumë ngjyrshe, nga disa nafora për shoq, pije e hapur e bër vet. Kishte kupurta të kripura, turshi, kastravesa të kripur dhe lakra erme. Bari pranë tryezave ishte i shkelur, i ndotur, andej këndej zinte syri lëvosh nga vezësh të kuqe të kaltra të rëndafili. Po këto ngjyra kishin edhe këmish të mdafshta djelmoshave që dukeshin në xhaketat e shkopsitura. Ngjyrat kaltroshe dhe të rëndafili ishin më të pëlqyerat edhe nga vajzat, që kishin veshur fustane si për fest, kurse qiellit e mban ishte i kthjellët. Vetëm diku larg dukeshin erë të bardha, të larta, puplore, që notonin ngadalë si të vëna rresht dhe të krijonin përshtypjen se nuk ishin ata që lëviznin, por lëvizte i gjithë qielli bashkë me ta. Vllas Pahomović Gëllozini, me rastin e kësaj gustije përcjellse, kishte veshur këmishë më ndafshje roz, të shtrënguar në mes me rrip. Këmisha e derë dhe hishëm, ja theksonte bukur gjoksin. Zbriti shkallët e larta të pafnutkinit, në afërsi të cilave ishin shtruar tryeza dhe kishin zënë vend e prishnin në rekrutët, duke përplasur fort takat e çizmeve dhe duke i hedhur vrullshëm këmbët sa majtas djathtas, ndali përpara gostjarëve që e prisnin me gotat e pijes në dorë dhe u tha: "Këtë gotë vot këtë bër vetë në vend të gotës me shampanjë të sjell nga jashtë, dëshiroj ta boshatis për shëndetin tuaj, dema. Të jeni me jetë me shëndet, të qëndroni burra kudo që të shërbeni. Zotërinj rekrut, dëshiroj t'ju uroj ta kaloni gëzuar këtë ditë të shënuar, të shihemi përsëri të gjithë bashkë si tani, të gëzojmë të gjithë siç jemi. Ju lutem të më dëgjoni dy fjalë. Rruga e kryqit që shtrihet përpara jush është e mbarshur me rreziqe e vështirësi të kohës. Do të jetë rrugë e gjatë dhe as pak e lehtë. Nga të gjithë ne sot kërkohet të qëndrojmë mal për atë deon,
ta mbrojmë e ta shpëtojmë nga dhunuesit, të cilët po i spërkatin fushat tona me gjakun e vllavrasjes. Në mbar Rusin populli shkoi me shpresën se punë do të bëheshin e gjykoheshin pa gjak, se arritjet e revolucionit vetishëm do të zinin vendin e tyre. Po partia bolshevike, si shërbëtore e verbër e kapitalit huaj që është, nuk priti të bëheshin punët për së mbari. E shpërndau me gjak e me zjarr me forcën e armëve asamblen kushtetuese. E çoi vendin në gjakrrjedhje të padëgjuara. Të nderuar rekrut, ta ngrejmë lart e më lart nderin e armës ruse, të nëpërkëmbur aq mizorisht. Jemi në borxh përpara aleatëve tanë të ndershëm e të respektuar. Do ta mbulonim veten me turp, po të bënim se hir, bashkë me të kuqt, Gjermaninë dhe Austrinë, që me pa turpsi, po e ngrejnë përsëri përpjet kokën. Zoti është me ne, djema, ai do të na ndihmojë. Britmë të urra, të shoqëruar nga thirrjet zëmbërdhënëse për ta ngritur në krah për ta hedhur lart vllas Pahumovicin, i shurduan fjalët e tij të fundit. E afroi te buza gotën, piu me glënka të vogla lëngun e turpullt të keq. Pia nuk i dha kurfar kënaqësie. Ishte mësuar me ve rrushit markave të mira. Veç vetdia e bamirësisë ju kishin treguar donatorët zemërgjër, ja mbushej me ngazllim shpirtin. Jo prind, po shqiponje ke. I thura aq bukur fjalimet dhe ta zgjona dhe tarinë për gjumur, e ndjen si të glon për brenda. Asgjë si lëmangut Milukovit të Dumës, për atë zot që është një. Kështu po i bëlbëzonte Terenti i Gëllozinit me gjuhën e trashur të të dehurit, duke shoqëruar ato fjalë vdate me spërkla pështyme. Goshka Riabihi, shoku i vjetër pranë cilit rrinte. Zjen do të emër më të goditur se ky, shqiponj i mali është, edhe e di se çon kot mundimin, duket sheshit, e bën për të çliruar ty nga shërbimi ushtarak, këtë shpërblim kërkon. Po shtua Goshka, turp të keq që e nxjerr nga goja shpifjen. Si guxon të flasësh kështu për baban? Nga e xorre këtë që thua. Bashk do të nisemi, do ta shohësh. Në një repart do të shërbejmë. S'kam nga jam baj, më përjashtuan nga teknikumi, tani më pret ushtria. Nëna s'po gjen vend të futet nga meraku. Të dy ushtar thjesht do jemi. Të tjerat i them mirë për baban, mjeshtër fjalimesh është. Kujt i këtë ngjarë xhanëm? Se thua dot, je ka falur Perëndia gojtarin, se në një shkollë të madhe nuk ka. Po përsa një ka pafnut kinin, dëgjova që ka ndodhur. Dëgjova, të jetë e vërtet. E mori smundin e lik, s'do t'i shitet për të rjetën. Mori fundi gjori, koka bën, koka pson. I kemi dal borxhit, i kemi thënë jo një herë që të mos shkonte me të përdala. S'do gjej njeri e psoj. Si do t'i vej halli tani? Mori fund, donte të vriste veten. Sot del përpara kontrollit mjekësor. S'kan për ta pranuar ushtar. Më tha se po të mos e pranonin do dilte partizan. Do të hakmerrem për të keqen shoqërore, më tha. Dëgjoj këtu Goshka, po më lavdëroje se i paska thënë të mos shkonte, ama po shkove me ratë smundjen tjetër. E di ku e ke fjalën, me të shohun je vetë ti që merresh me atë punë. Nuk është smundje, është mëkat që mbahet në fshehtësi. Mos më fol mua ashtu, të jap një që mos guxo ta fyesh shokun mor lapangjos. Bëra shaka, ta lëm atë muhabet. S'desha të them, për të kunguar vajta në Pazhinsk, kishte ardhur një, mbajti një fjalim emancipimi i personalitetit e quajti. E dëgjova me vëmendje, me hapite me ato që tha, më pëlqeu shumë. E di si kam menduar? Do ta gjej rastin edhe do të regjistrojmë në shoqërinë e anarkistëve. Forca, tha, gjendet brenda nesh. Seksi dhe karakteri lidhen me gjallërimin e elektricitetit shtazor. Si duket kjo? Se ç'kam kështu? Mos më rapije në kokë? Bërtasi në ulurin, s'durohen. Mjaft tani Terioshka, s'duhet dëgjoj më asnjë fjalë tjetër. Mirë dhe mirë, lëri këto. Duhet të më shpjegosh ti vetë me gojen tënde. Po socializmi ç'është? Për të dëgjuar kam dëgjuar, po si kuptoj të gjitha. Ja, sabotator do thot? Në ç'rast përdoret? Marr ca vesh nga këto që pyet, për thash mbylle, hiq mu, më lër rahat. Me vjen bota vërdall, jam i dehur. Sabotator quhet njeriu që është me tjetën në të njëjtën bandë. Në të quheshin sabotator, do më thënë je nga ato që hanë një çanak me bandat. E kuptove mor kokë druth. Edhe unë me vete kështu thash, fjalë sharje më duk. Ashtu doli. Sa për elektricitetin shtazor, atë the mirë, e di? Me zunë sytë në një gazet, një reklam, flitej për një ilaç që ta shtonte forcën e mashkullit. Thashta porosisje në Petersburg. I nisi parat me atë adresë dhe të vinte ilaçi. S'më la kjo që ndodhi.
E ku ka mendja njeriu tani për atë punë? Terentini se mbaroi fjalën. Poterja dhe britmat prej dehurisht të rekrutëve u prejnë si me thik nga një buçim e fuqishme. Heshtje. Pas një minute, rekrutat u kapen pas tryezave. Donin të bënin më janë, por nuk mundën. Ulen përsëri në karrige dhe mbështeten kokat në tryezat e ndotura nga pija të ngrënit. Femrat u lurinin të lebeditura, u bë rrëmuj. Vlas Pohomovici ngriti kokën dhe pa përreth, duke dashur të mësonte kush ishte ai që e bëri atë shaka me dëm. E pandehu për lojë të ndokujt. Ju të ndosen muskujt e qafës. U skuq e u bë bishk nga tërbimi, bërtiste me sa i hante gurmazi. Kush guxoi? Kush na qen ka ky trollak që bë ka shaka të tilla? Po pse luhet me granatat e dorës? Kushdo që t'jetë, edhe i mbirë në qoftë, do ta mys me këtë duart poshtrin. Nuk lejoj njeri të bëj shaka të tilla, janë shaka me zarar. Dim ne si ju apresin dorën. Shkojmë dhe rrethojmë djema. Mos lojmë njeri të dalë nga kutejni, ta kapim, t'ja tregojmë qefin firaunit. Nuk ka ku të shkojë qeni. Në fillim e dëgjuan, pastaj i hodhen sytë e fjolla e zezë e tymit, që ngrihej ngadalë drejt qiellit dhe mbulonte vendin. U sulen për te honi, donin të shihnin mos shihej aty keqbërsi. Panë si vraponin në drejtim të tyre njerëz. Njohën kolonel Shtrezen vinte me vrap, pas e ndiqnin disa ushtarak. Varganin e mbyllte një rekrut lakuriq, vetëm në mbathje, që i mbante me dorë, duke që vinin nga vendi ku bëhej kontrolli mjekësor i rekrutëve. Në përfshat vraponin si qartur police kazak, hipur në kuaj, kaloronin me kamxhikët e ngritur lart, me trupin bërë njësh me qafën e kuajve. Të kujtonin shigjetat helmuese që hidhen nga druri në dru. Të gjithë shpejtonin të kapnin fajtorin, rrugët e fshatit të mbushen me njerëz. Në kambanën e manastirit u dha kushtrimi me throna kambanash. Pas kësaj, ngjarjet u zhvilluan me shpejtësi marramendse. Në muktirën mbërmësore të po kësaj dite, koloneli Shtreze, në kryet kazakëve dhe të policëve, e la Kutenin. Shkoi në fshatin Fqinj. Si e rrethuan me roj, ju vun kontrollit im të shtëpi me shtëpi, kopsht me kopsht, plevic me plevic. Në këtë kohë rreth gjysma e rekrutëve ashtu e trullosur u larguan nga vendi i gostisë. Gjysma tjetër vazhdonte të flinte në tokë ose e mbështetur në tryeza. Kush mundi u largua me vrap, kërkonin vend të fshiheshin. Ja dhe koçeku i madh i pazarit që ngrihej mbi drur dhe poshtë kishte një sikatua bosh. Hyn në të çarën e katojit, ku të shponte hundët, era e qelbur e peshkut të ndënjur dhe e vajgurit. Prapa të parëve hyn të tjerë. Katoj u mbush plot e përplot me rekrut të trembur. Nuk kishin bërë asnjë faj. Gabimi i tyre vetëm ishte që u fshehën. E bën pa u menduar për rrjedhojat në vrapë sipër, si duke luajtur, se kishin ardhur në qef, kishin kthyer edhe jo pak gota me vodkë. Ndër këta kishte të friksuar nga që njiheshin me njerëz dyshimt, të rëmbeshin mos binte dhe mita hije dëshimit dhe merreshin me qafë kot së koti. Se e tillë kohë ishte, gjithçka e jepej ngjyrë politike. Çapkënëria dhe huliganizmi, kohët e para të pushtetit të sovjetëve, mbaheshin për shenjë armiqësie, gati ishin të vinin etiketën kondra, kurse të bardhët çapkënët i mbanin për bolshevik. Të fshihurit në Koçek u strukën si mundën në pritjet të kthjellimit të situatës. Vendi ishte i ngushtë, i ndyrë, ku tërbonte qelpsir. Të ardhurit ishin pak, u ngjeshën, u mblodhën kutullaç me kapota. Disa i zuri gjumi nga që su kish dalë mirën dhe dehja. Disa vo përzijej, s'po i mbanin do të vjellat. Errësira ishte e plot, era e keqe të zinte frymën. Të fundit që u rasën në të vrim, e mbyllën hyrjen për të mos u dukur. Të pakt ishin ata që këmbenin në një përshpërim, ndërsa dëgjoi zëri i ulët i Terenti Galluzinit dhe i Grinavecit të prap Kosta Nehvalinit. Ule zërin mërqen, do të na marrësh në qafë mërqoravec. Nuk e pesi vraponte policia dhe kazakët me në kry Shtrezen, s'po lëgur pa përmbysur për gjetur fajtorin. E mbaruan kontrollin në fshatin Fqinj dhe u kthyen. Kty i ke tani, ja, mbaj vesh, i dëgjon, mbyllë sjepin atë bëj. Ti vura thojnë të ngryk që të pushosh për gjithmonë. Qën keme me fat më duket sikur po largohen. Po ti çdriqit deshe që erdhe, edhe ti na duheshe. Rrotje nga mendja që fshihesh, ty s'ngacmojnë, e kush guxon të verdor mi ty. Po në koska të dëgjova ty që u lërite mbathjani edhe u derta pas teje. Puna ime ndryshon. Derën tonë e kanë në shenjestrës, na zën bes. Kemi farefis në Hodatsk. Punojnë mjeshtra,
janë kock punëtori të vjetër në zanat. E që më lëviz ashtu si të kesh hunë në byth, të jap një që të dvi bota vërdal, arri aty e mos luaj, se she ndyrsin që ke pranë, do të bëhesh vetë helaq që të na bësh edhe në tjerëve, arri urt atë bëj, se ndjen qertë të qelë burban, ti si thua, shtrezeja po arbon se i çmendur në rrufshat, zjeti gjën në pazhin dhe kujton me mendjen se fajtori është këtu në fshatin ton. E ç'ishte koska kjo që bëri vaki, pse gjithë ky rrëmuj? Sanjka pa fnutkin e kafajin, rinim në rresht lakuriq, prisnim të na thlisnin në komisionin mjekësor. I erdhi radha Sanjkës, nuk donte të zhvishej si të gjithë. Kishte pirë, dukej që ishte i dehur. Shkruesi i tha, zbëre mirë që u dehe, e urdhëroi të zhvishej me zot but, e mori me të mirë, me ju drejtua Sanjkës. Shkrues ushtri e buri botës, kurse Sanjka je këtho harbutçe. Nuk vishëm që nuk zhvishëm, domosdo dhe dehja bën të vetën. Nuk zhvishëm që nuk zhvishëm, nuk dua t'ju atregoj tjerëve pjesë të trupit tim. Gjoja i vinte turp, ju afrua më njana si shkruesit, ja veshi të rinjve me sa i hante krahu. Po, e shënjo pas kësaj thua ti? Sa të hapjet mbyllje syt, e rëmbëu nga këmbët tryezën, e përmbysi me gjithë shkishte. Fluturoi matan shishje e bojës, pena, regjistri ushtrak, gjithu gjendën dysheme. Na çast erdhi shtrezeja. Unë u lëriti si duroj rrugaçarit, ju atregojën çdo thot mungesë respekti për ligjin, për personat e veshur me pushtet. Kush do të zhvishet? Kurse Sanjka fësht në detare dhe kum keni parë. Mbathjani, rëmbeni se cili robet, zhdukuni sa së zhvon, u dëgjuan zëra. Unë as për të veshur sa Rita. Me robet në dorë, ashtu si që isha gollomesh, u hodha nga dritarja jashtë. E harrita Sanjkën, u bëm erë, shkoj kape pëdeshe erë në fush. Shohim, pas në ndiqnin shokët. Dëgjojim, po në ndiqnin. Tani pyetor mik vllai, përse gjithë kjo zallahi? Askush nuk do ta thotë arsyen. Po bomba, ç'bombë? Bombën kush e hodhi, dhe jo një, po dy. Në mos bombë granadore ishte. E ku ta dim ne? Pse, ne e hodhëm? Po kush? O zot, e nga ta dim ne kush? Në një tjetër, ne jo njëherë. E pa rëmujën, fërkoj duar të bedhur një gurgule, ka thënë. Do një nga të politikës do të ketë qenë. Ti e di, ka plot nga ata dhe tek ne. Mos fal, dëgjo, zëra, mbaj vesh. U kthyen policët dhe kazakët e shtrezes, morën fund, mos fol. Zërat po afroheshin, trokullinin patkojnët, trikllinin mamuzet, kërciste toka. Mos e zjat s'ma hedh dot mua, s'jam nga ato. Dëgjova përshprima, diku këtu bisedonin, ishte zëri i komandantit i shtrezes. Kumboj i sigurt, i fort, ta mund zë shefi. Unë dje i foli me Peterburgasi. Ju është dukur lartë madhëri, foli me përullësi kur e plaku i fshatit për ta qetësuar bashkëforcin. S'ka zgjë të habitshme që u dëgjuan zëra. Fshat është, nuk është varres. Njerëz ka, edhe bisedojnë, nuk janë qenie pagoj. Mundet që qoftë largu mbyt në një në ëndër dhe këthet i gjori. Lëri këto, qoftë largu në tregojë në një tjetri. Mos u mundu të më hedhësh një syve mua. U njohem ca si shumë me ju të këtushmit. Oj, qoftë largu, thot. Po ju, zoti kolonel, edhe vete kuptoni. Është qenë kanë këto forca ndërkombëtare që u fsheh kanë këtu të ne. Nuk them të ardhur ka, po ca nevojtar janë. Më shumë pa ngrënë se të ngrënë. E ku shkon mendjet e prapsit? Te bombat e më thehet thash. E ku marrin vesh nga bota mjeranët. Muzhik hesapi. E zhdin për revolucionin qyqarët. Stoni kështu. Po kur t'ju zëm me presh në dorë atëherë flasin bashk. Të kontrollohet vendi plumb për plumb. Gur mi gur mos lihet. Skutat, qoshet, kasollet, qelaret, ahuret, të gjithë kontrollohen. Ndërtesat tu dhe ato atje matan. Si urdhëroni lartmadhëri. Pa fnutkinin, riabihin, nevhalin, i duhet të gjallët vdekur. Nga dhe u t'i nxirni e të me bini këtu. Po dhe atë djalkën e gallozinve po ashtu. S'ka gjë që jati është mjeshtër i fjalimeve patriotike. Krekoset e ngërhoset si gjeli gollak. Nuk na vë dot në gjumë me ato që thot. Një copë tregtar është, kurse gojen ma ka bilbil. Diç fshihet në këtë mes, duhet parë mirë edhe puna ati. S'pare i shkon për shtata i shë bën. Kemi dhëna se këtu të ju fshihen atat politikës, bëjnë mbledhjet fshehta. Se çdo të bëj me rekrutët hardallosur këtë se di, po në dalin të vërteta gjithë sa thuhet, qinin do ju punoj, të gjallë do të ju rep, të bëhet mësim për tjerët. Kontrolli u zhvendos me tutje.
Kur u bindën që bastisusit ishin larguar respondieshin më, Koska në vali pyti Teriosh Gëllozinin, që ishte bërë baltë. E dëgjove shta? Po, ja këthua me zot me kur e dridhur Terioshka. Tani ne të dy, Sanjka 3 dhe Goshka 4, kemi vetëm një rrugë, t'ja mbathim në pyll. Nuk them për gjithmonë, po sa të sqarohen mirë punët. Pastaj me të parën më të bërë, mundet edhe të kthehemi.